E jo, përshëndetje Shqipe, mirë se vini te një video e re. Sot Shqipe, si që shikoni, do të luaj FIFA 26 ose FC Mobile 26 dhe si që shikoni po flas pak si mërzitur ose cili kështu, por kam një kohë shumë të gjatë vërtet prap që s'kam hedhur, kam 3 javë që s'kam hedhur video dhe për shkak Shqipe sepse po shikoj unë po hedh video, ato po vjen nga një like nga kështu, por unë prap do të vazhdoj Shqipe me video dhe si që shikoni sot do të luajmë FIFA 26 dhe GG, kemi 9000 diamante, këto i kam lënë vetëm për juve, do hapim pako. Kështu që 107, do me thënë në fillim të shikojmë çfarë pako shka, se kam shumë kohë pa u futur dhe unë në FIFA, me thënë të drejtën. Që kur doli 26, do me thënë thjesht të futa një herë dhe kaq. Ballon d'Or. Ballon d'Or, çfarë mund të na bëjë Ballon d'Or? Nuk e di se çfarë është kjo pako e Ballon d'Or Shqipe, po do hap një me 3000, me thënë do hap këtë. Okej. Po hap këtë Shqipe në fillim, prit, se s'po më lë. Okej, do hap. 1, 2, e gjys 3. Okej. GG. Shqipe, shumë faleminderit edhe një herë pra për 229 suba. E di që se janë shumë, por prap nuk ka problem. Kështu që hajde. Hajde. Angli. RM, Arsenal. 108. S'më duhet, më duke ke. Nuk më duhet Shqipe, kështu që GG, ai ishte ajo që ishte. Nejse, tani po hap një pako me 3000 prapë, nuk e di me qa është të themi realitetin. Prit, hajde Dembeleja mas. Okej, qa ishte kjo më? Qa do me thënë kjo? Mos më thuaj Shqipe, what? Harxova 3000 diamante për të marrë këtë budallëkun? Okej, nejse. Nejse Shqipe, prap ishte ajo që ishte. Okej, po hap dhe një me 2500 Shqipe se pas e kam planin t'i harxoj gjitha dhe do bëj, do me thënë, kryesorja e videos Shqipe është që do bëj ndeshje me shokun tim, nuk është se këto pako thjesht japa tani se sa u futa, do me thënë dhe mora 9000 gjemsa dhe thash pse jo. Okej. 1400 diamante, tani si që shikoni do futemi t'i çojmë ftes Teo Jyrës. Si që dini Shqipe, besoj se të gjithë e dini që Teo Jyrëja është një youtuber shumë i mirë, do me thënë një youtuber me pak fjalë ka 700 suba. Beson shumë t'i rritë dhe aq më mirë, është 700 e disa, do me thënë jo e kështu. Si shkoni e pranoj ftesën dhe është shumë i fort para meje, do me thënë është 115 atak, 115 midfield, 114 defense, jo vetëm në FIFA, por edhe në YouTube, por s'ka problem se ai është aktiv ditë për ditë, unë se jam, si shkoni, s'jam aktiv për shkak sepse ai merr, unë nuk marr, do me thënë marr 1 like, 2 like, 3 like, që ato nuk janë biles edhe për të video që po hedh, nuk e di dhe shikoj njeri apo jo. Kështu që ndonjëherë kur hedh video më duket sikur flas me veten. Por gjithsesi unë Shqipe do vazhdoj duke hedhur video. Okej, fillon ndeshja. Okej, 1 minutë se më hodhi një moj, ti edhe unë. Okej. GG. Ozarbial. Garinça, në aksion. James i më ra Shqipe para ca ditësh, 110. S'është në basë dhe aq i mirë, por mos Del Piero qa bën, mor plak. Mos. Shqipe kjo shumë i fort si që thash edhe mund të ha golin shumë let. Por gjithsesi. Mos. Po mos ta kishte kapur ai, do i kisha bërë super gol. Por nuk ka problem. Okej. Lucio, bravo. Lucio ta ha zemrën. Okej, Ildiz. Sarbial. Okej.
Shqipe do vinë shumë video të reja, tani më besoni Shqipe që do jetë shumë video, por jo me FIFA. Gjithsesi, jo me FIFA, bëra tani me FIFA, por keni për të më parë për shumë kohë me FIFA. Se shikoj që shikoj që shqiptarët më shumë po pëlqejnë të lozin FIFA. Jo, FIFA është nuk është që ta lozësh të mbash akauntin vetëm me FIFA, kupton? Duhen lojra të tjera, duhet një uri tjetër për YouTube-in shqiptar, jo vetëm FIFA. Edhe në lojrat të tjera juve vetëm Taulanti e shikoni. Taulanti vërtet është një YouTuber, po them, është YouTuberi im i preferuar Taulanti, por po Shqipe nuk është e thënë domethënë se Taulanti për shembull flet ndryshe, unë flas ndryshe. A kupton? Teo Jëreja për shembull që e ka emrin ndryshe Matias flet ndryshe, unë flas ndryshe. A kupton? Të gjithë duhet shikojnë kontentin e tyre, jo thjesht të edhin atë video qaj Taulanti për shembull ose qaj Teo Jëreja ose kështu. A kupton? Ku e ka gjetur më këtë stickers? Ku tërë këto stickers sa pas kanë dalë të bukura dhe me thënë të reja dhe unë kam në këto akoma që në 2024. Por gjithsesi. Shu që Shqipe pjesa e parë 0-0, por me sa duke do bet pjesa e dytë 1-0. Okej, Garinca. Garinca është shumë i fort. Kështu që normal që do e hanim golin nga Garinca. Okej. Soni Lucio kapja. Mos, jo, okej. Sa keq e odha ja. Edhe ai është alcaruar tani se odha keq. Dhe arbitri s'da penalti, por çfarë të bësh? Garinca. Mos. Që ishte ai lojtari më që kisha? Kisha një lojtar me një emër çuditshëm me thënë drejtë. Bravo Lucio! Ky Lucio po ma mban lojën që mos të dilte. Pa Lucio tani do isha 4-0. Mund edhe të bet. Jo, se besoj. Mund të dali 2-0 ose 2-0 mendoj. Për atë, do me thënë për Teo Jërën, jo për mua. Unë me FIFA kam kohë që se los. Yildiz! Ajde morla. Okej. Camp Bell. Jepi. Shqipe tani që po vinë dhe dimri, do me thënë që është dhe afër Halloweeni, shumë lojra të bukura, do me thënë kam për të hedhur shumë lojra të reja, shumë lojra horror, tani që po vinë Halloweeni. Kështu që GG. Vetëm na juve dua Shqipe kush e shikon videon, thjesht të bëj një like, një subscribe dhe një gol nga Teo Jëreja. Okej, thash Shqipe, 2-0 mendoj se do dali, ja thash. Ja, 2-0. A jam Alfred Rakua, po. Nese. Gjithsesi, super ndeshje. Do me të kishim qatë të shkonim, jo se nuk doli për shumë, se po të dilte 0-0 bej bajat. Kështu që son mission what? Okej, Shqipe, tani do bëj dhe një ndeshje kështu në head to head dhe pastaj Shqipe them do me thënë do e mbyll videon për shkak se si që thash, do vinë shumë video. Kjo s'është ishte, kjo thjesht ishte rikthimi që unë u ktheva, sepse do vinë shumë video të reja, të bukura, me lojra të ndryshme, jo do me thënë me FIFA. FIFA Shqipe mund të jetë tani edhe pas 6-7 muajve prap pas. Jo 6-7 muajve, jo po. Mbas pas shumë kosh. Kështu që ja ku jam unë, Klejdi Jëre 112. Ja ku është e ky, 103. Gjithsesi Shqipe, po më pëlqen FIFA 26, me thënë të drejtën, edhe vetëm një gjë që s'më pëlqen për FIFA Shqipe duhet të kishte extra time.
ndeshja me shokun, duhet të kishte ekstra time që të bëj më bukur, se unë shumë me shokët e mi bëjmë tonamente në FIFA, ndonjëherë, dhe thjesht është më bukur. Çfarë? Më duk mua apo ishte trivela? Prit. Prit. Ja. Duk sikur ishte trivela, më duk sikur vajti me formë. Por jo. Po duhen shumë lojtarë të rinj, por siç ju thash, nuk e loz FIFA-n shumë, se këta lojtarë që ka mund tani janë për FIFA tani janë shumë kot. Okej? Jamesi, come on, dil, bravo Yildiz, power shot, boom! Okej. Gol me Yildizin, hajde për shikojmë replayn. Se ishte në gol i mirë, por prap, power shot. Edhe power shot, më duket se në FIFA 25 e kishte replayn kur bëje power shot, afroi çik kamera, ndërsa te kjo nuk e pas kam duket te FIFA 26. Apo jam gabim, nuk e di. Okej, James i shumë i mirë shipe. Dil. Milkovic Savic futja një power shot. Hajtë, se do bëj gol po. Sa bëra. Jo, GG, shipe. Ky ishte vërtet super gol, mund të them. Shkoni. Hop, kabum. Më duk si afishat, por nuk ishte. Gjithsesi, Del Piero e mori prap. Shipe. Kështu më pëlqen mua kur janë nuba, shipe, dhe mund t'i vuj gola, do të thënë kaq larg. Për shkak se ka disa veta që ti nuk di të bën gola. Ja, shipe. Unë di ti bëj golat, po thjesht nuk të lën kohë mbrojtësi do ishte, se kur je me një të mirë për shumë nuk lë kohë ai mbrojtësi të bësh direkt, si ta them, të bësh gjuajtën, dhe sa kështu është Garinca se bën, shipe. E dia. Ky e bëri po. Garinca nuk e bën. Okej? Kape portier. Shkake dhe shkolla, shipe tani që ka filluar edhe pak, do me thënë, ja, sot që pe bi video në është e djel, nesër e hën, fillon prap shkolla, shumë ters, mos. Milkovic, qa golash. Dhja rac. Okej? Baroj pjesë e parë 5-0. Ti bëj dhe 5 gola, shipe. Dhe gjitha gola, do me thënë ishin shu, jo, gola shumë të leta, që mund t'i bësh me çdo njeri. Shu që, GG. Milkovic Savic. Kapja mor. Qa i bëri Milkovic Savic kuked. Dil, Garinca, dil, bravo. Dua të provoj të bëj një rafishato, shipe, paprit. Jepe. E bëri, po qa, offside. Gjithsesi, s'ka problem, shipe, të provoj që të bëj gola të bukura. Sa të që ishte offside. Okej. Del Piero, në fakt nuk do ta kishte Del Piero topin dhe ta jepte, se Del Piero ai bën shumë të mira. Okej, prit. Jam Yildizin. Ky po ma ngjall mallin si bot, jo si njeri i vërtet, se s'ka shans të luaj njeriu kaq keqse. Dhe unë ishte kam lozur me skuadra me over shumë të ulët, po prap nuk kam lozur. 100 herën e parë, nuk kam lozur kaq keq. Jo! Wow, qa goli do ishte për zotit. Do ishte super gol. Do me thënë, jo da ishte super, po do ishte do me thënë goli bukur, për shkak se vajti, si da thënë. Vajti bukur, bre. Okej. Hajde, ja. Unë shipe tani po provoj të bëj gola sa më të bukur, jo të bëj gola kështu. Gola tjeshta, se gola tjeshta bëj sa duesh. Me këtë ja kisha bërë tani 11-0. Okej. Ja. Ky është për shembull, ky ishte gol. Ishte na një, kush e di.
Okej, gjithsesi minutet 80 mundohemi të bëjmë dhe një gol të bukur shqipe nëse bëjmë, se besoj dot, por do mundohemi ta bëjmë dhe një gol. Okej? Jepi, aksioni i fundit. Ky besoj se do jetë aksioni i fundit. Unë tani po dua ja bëj direkt gol, po nuk dua. Dua t'ja bëj çik offside shqipe. Nuk kam shans tani thjesht mund po ja kapa një herë t'ja bëj direkt një gol. Po, jo, 3 minuta. Ja, s'ja bëj dot se portieri këtu. E bëri dhe clear. Qa offside? Si offside? Mid the gramas. Ku është mor offside-i? Bëjnë të gjithë replay shqipe dhe shkoj. Ku është mor offside-i? Gjithsesi shqipe. U kënaqem shumë me këtë video, por tani në fund offside më duk çik e çuditshme, nejse. Nëse është na njëri që është vërtet profesionist për këto gjëra të mas qaroj, se unë s'po kuptoj që me thënë drejtën. Gjithsesi, 6-0 shqipe, besoj se ishte një ndeshje spektakolare. Ky ka bërë 0 shuta, unë kam bërë 10 shut. 10 shuta shqipe dhe 6 i kam bërë gola, për shkak se mund t'i bëja të 10-a, por ishte shumë easy, ja kupton? Kështu që Miljković Savić, Yildiz, shqipe, më vjen shumë keq ka Miljković Savicin për shkak sepse është serb, mezi po pres. Ati një çfarë do bëjmë shqipe, do bëjmë një video speciale. Kemi një video speciale në 11 ose në 12 tetor, do bëjmë një video speciale që juve nuk jeni për ta kuptuar. Ose edhe në 10, por nuk e di, ç'do ta bëj para kohë. Kështu që shqipe, kjo ishte video, besoj të ketë pëlqyer, mos harroni të më bëni sa më shumë like, subscribe dhe comment për shkak sepse do vinë shumë video të reja dhe shumë video me aventura, me argëtime, me vjedhje, me vrasje, me shumë gjëra. Kështu që kjo ishte video, besoj të ketë pëlqyer. Bye bye.